Të rradha do jep mendimet tona, parova fare që si në nominim. Nëse do më jep pe mundësia të thoja diçka, do thoya që është momenti që ti, me sa formim na ke tregu, që ke dhe me çfarë ke bërë deri tani, edhe me mënyrën se si e ke qasën, sa artikuluar je, sa shkathët, sa e ke kuptuar lojën, mendoj që është mirë, patjetër që dijat nuk i fik dot me buton, po është mirë tregosh edhe një anë tatën si Stelina. Sepse ke potencial mjaftueshëm, mos e them që ke më shumë sa Kejsin, me gjithë respektin për Kejsin. Gjithmonë është që vajza është pak më e pjekur, më se djali, po nuk kap se të definon stilja Kejsi, sepse jo të gjithëve i pëlqen stilja ti, kupton? Kur ndërkohë të njëjtë njerëz që nuk pëlqen stilja ti, unë për shembull shkoj shumë mirë me ty. Edhe jam okay. Kam patur mendimet e mia të gabuara në fillim dhe po diskutonin edhe që parë, po s'ka lidhje, unë kam ndryshuar me kohën, kupton? Kështu mendoj që mendimi im si Selin, e para ruaj veten, mos të ketë një rilëndim, dhe e dyta trego versionin tatë më të mirë sepse e ke potencialin edhe nuk kap se ta kamuflosh me Kejsin. Patjetër, unë nuk e xhbëj, unë e kuptoj shumë mirë kur ti thuaj që ne jemi marrë vesh me sy, ka qenë meçi i parë, patjetër këto janë njerëzor që nuk i hyn fare diskutim se janë ndjesi shumë brendshme. Edhe sikur mua mos më hyn sy, nuk e vë dot kurrë veten time në vendin ta, sikurse ti në vendin tim në një histori time, kupton? Kështu që përveç se përpos asajt, unë sugjeroj që ti tregosh edhe anën tate më të mirë, që e ke dhe të përfaqëson. Edhe për kena një të mendim ishta. I tha sigurohet, sillesh mirë, sepse kjo do ngel, ja kupton. Se nështë nuk e ke fat ata, do e kesh një burr tjetër, do të bëj problem pse kështu ashtu. Kaç, unë i thash, pse nuk vendos bën e lojën tani këto lej Stelinën mu tregu për atë që është, trego vet, nëse ju e doni njëri tjetrin kur dilni jashtë, një çun që do, edhe mas 3 muaj këtu del jashtë kërkon. Po Kejsi nuk e ka bërë mua kjo gjë, më përshtypjesh gjatë. Po ka dhe një gjë tjetër, që çdo gjë ndodh për një arsye. Ku e keni ditë? Ja keni ditur që do të takoni këtu? Jo. Po ndoshta edhe kjo është shenjë. Bie fjala. Sa njerëz ka qenë ribashkuar dhe ka funksionuar. Ma mirë bane lojën tonë këtu, bane lojën tonë vetëm. Nëse ke ndjenja thu, okay, do ta kryej eksperiencën time, nashta në gjatë një javë, nashta në gjatë 2 javë, nashta një muaj, do ta kryej eksperiencën time këtu. Edhe jashtë krijojmë nëse kemi për të krijuar. Po, nëse ndjen për të sqaruar, patjetër. Jo, kam menduar që realisht kjo është për jashtë, sepse unë këtu brenda e kam shumë vështirë ti besoj aty. Unë kam besuar një. Sepse nuk sqaron vetëm veten tënde dhe Kejsin, po sqaron edhe një publik që ju ka lënë pezu nga një emision tjetër. Ama nga këtu ai mund të më japi mjaftueshëm